Në emisionin Ritmi i ditës, kësaj radhe nga Kërçova ju sjellim një piktore të re, por me përvojë shumë vjeçare dhe me veprimtari të dendur nga fusha e artit. Është kjo Lulzimi Osmani, një piktore e re e cila prej vitesh ka hapur edhe studion Lulu Art në Kërçovë. Ajo punon edhe me grupet e nxënësve të talentuar nga fusha e artit. Zonja Lulzime, a mund të na thoni fillimisht në pika të shkurtra rreth veprimtarisë tuaj artistike gjatë periudhës kaluar? Fillimisht njerë ju falenderoj për kohën që ndat për të vizituar këtë studio të vogël që ndodhet në Kërçovë. Jeta e Lulzim Osmanit fillon që nga studimet, duke studiuar drejtimin e grafikës, pastaj Edhe atje keni qenë mjaft aktive besoj gjatë studimeve. Shiko Shaban, jeta ime është pak, mund të them ndryshe nga studentët e tjerë, sepse vin nga një gjimnaz i përgjithshëm që unë nuk di asgjë rreth pikturës, rreth artit në përgjithësi. Vetëm atë vizionin se unë e dua pikturën, e dua vizatimin dhe do të shkoj diçka të bëj. Mirë, po kur shkon atje ballafaqohesh me një realitet pak më ndryshe, kur shikon student, kolegë që vijnë nga një shkollë e mesme e artit, kur gjërat bazik elementare ma ato vetëm i dinjen. Dhe ti u futesh në ato sfida? Do me thonë, merë një sfidë të jetës që nuk e din se ku do të përfundosh. Mirë po, unë jam një shpirt luftarake dhe që nga studimet them viti parë, deri te viti i fundit i studimeve, unë kum luftuar çdo ditë për të arritur më të mirën mundshme time. Dhe mund të them që vitin e 4 unë u zgjodha edhe studentja më e mirë në grafik. Fal kujt, vetëm fal për kushtimit dhe punës që ballafaqohesh çdo ditë dhe kërkon më të mirën e vetvetes. Dhe pas përfundimit të studimeve, vazhduat me të njëjtin përkushtim në fushën e artit? Po, pastaj normal, ëndër e kisha që të vazhdoj studimet master. Fatkeqësisht mund të them, atë kohë në Universitetin e Tetovës nuk kishte kuadro për studim master dhe unë zgjodha të drejtohem në Kosovë, në Prishtinë, një vit po ashtu në drejtimin e grafikës. Pas asaj, duke mos gjetur punë, unë detyrova prapë të vazhdoj studime, prapë të futem grafikës, ta studioj ende më thellë dhe vazhdova studimet e doktoraturës në Bullgari. I kryet, dhe me thonë, edhe doktoraturën dhe pastaj ju filluat, dhe me thonë, më seriozisht të merreni me piktura, me grafikë? Mbas përfundimit të doktoraturës ka qenë një sfidë më vete. Çfarë do të bëj në Kërçovë? Sa vlerësohet piktura, sa vlerësohet arti, sa vlerësohet grafika, edhe më hiq se piktura. Mirë po, fati në vitin e përfundimit më gati u hap një vend për mua në shkollën e Zajazit, fillova aty, pastaj duke e parë vetëm se jam shumë pasive, sepse nuk më kënaqte vetëm puna që bëja si arsimtare, unë vendosa që të rihap një studje për vetveten, mirë po me bashkëbisedim me kolegët, ato më dhanë një kuraje që e hap një vend, bë diçka më shumë që të kemi edhe ne fëmijët ku t'i drejtojnë. Edhe kjo ishte një shtytë kryesore nga ana atyre që unë sot jam këtu ku jam me këtë studio, gati që nga viti 2017. Vazhdoni të punoni me grupet e nxënësve të talentuar nga kjo fushë? Po, unë zakonisht filloj t'i marr fëmijët që nga mosha 4 vjeçare, edhe deri ku dëshirojnë ato. Më thonë, grup mosha nuk përfundon askund, mund t'jetë për shembull deri në gjimnaz, në fakultet, apo ndoshta dikush që ka ëndër ose dëshirë për të vazhduar edhe një moshë pak më madhore. Me këta fëmijë punoj një herë në javë, 2 orë, dhe mendoj që kam arritur në këtë Kërçovë të vogël të nxjerr artista të mirëfillt, që edhe po të vazhduan një fakultet në drejtimin e një jetë, unë mendoj që do të dalin
ndoshta një lulu më shumë se sa unë kjo që jam sot. Kanë krijuar baza, kanë krijuar, domethënë kanë marrë mësimet e duhura nga ky kurs. Po unë gjithmonë jam bazuar nga ajo se vetë nuk kam pasur ku drejtohem. S'ka pasur në atë kohë askund në Kërqov, vetëm një profesoreshën artën që kam shkuar dhe më ka mësuar hapat e para ose vijat e para që unë filloj dhe të regjistrom në fakultet. Mirë po nuk ka pasur një vend të mirëfillt se këtu është një vend dhe këtu mësohet arti, këtu mësohen vijat, këtu mësohet elementet bazike, por përveç elementeve bazike mësohet edhe me detaje se si niset dhe përfundohet një pikturë mirëfillt. Që këta fëmijë kanë fatin që të mësojnë diçka nga fillimi deri në fund. Sa nxënës ke aktualisht këtu në KS? Aktualisht unë jam shumë e kënaqur që dikun 5 vitet e fundit kjo studio nxjerr në fund ke 40 nxënës nga pala shqiptare dhe nga pala maqedone. Cilat janë fillesat? Cila është puna fillesare që bën me këto nxënës? Fillimisht, Shaban, unë dua njerë nxënësit të mbinë të lirë, pa droj, pa trem, pa frikë se mund të gabojnë. Unë ju them se kjo është një studio që ne do të fillojmë nga hapat e para, që nga vijat e para. Nuk kërkohet këtu që të vish dhe unë të bëj diçka të madhe që profesoresha ose arsimtari ose lulu si dëshirojnë ta të mëthirrin t'i shoh unë. Jo, unë shoh një vijë, një dëshirë dhe një shpresë që dëshiron të ketë. Fillojmë fillimisht me vijat, me vizatime më bazike, më elementare, dhe dal nga dal me hapa nga dal, unë them, sepse piktura më bëhet nga dal, jo ashtu shpejt. Të përfundojmë ke një vizatim që është i mirëfillt, të ketë vijë, të ketë materializim dhe të ketë të gjitha që i përmban një vizatim i mirëfillt në fakultet. Sepse unë këtu mundohem të gjitha njohuri që kam pasur, ose bagazhin që kam mbi vete, ta kaloj. Sepse unë e thash edhe më herët, këto fëmijë dua të jenë nesër më shumë se sa kam arritur unë. Dhe atëherë do të jetë kënaqëria ime se nxënësit e mi, studentët e mi kanë arritur diçka më shumë se sa jam unë kjo sot këtu. Cilat janë temat që më së shumti i preferojnë këto piktore të reja, të them, nxënëse që vijojnë mësimet e këtu? Unë zakonisht shkoj me tema të ndryshme. Në një nxënës fillestar fillojmë nga format gjeometrike më të lehta, hjezimet më të lehta, edhe kështu me radhë. Dua ta cek edhe atë se çdo nxënës është i veçantë, unik në vete dhe çdo nxënës është në stilin e vet. Asnjëherë nuk punoj me një temë të përgjithshme në grup. Çdo kush e ka shembullin ndryshe sepse edhe karakterin edhe talentin e ka ndryshe. Çdo herë është fazë më vete dhe ndal nga dal deri për shembull 9 muaj unë mundohem nga fillestarja, nga vijat kryesore që ne të përfundojmë të ajo e mirëfillta. Domethënë çdo nxënës kur nis këtë kurs nis nga vijat kryesore dhe elementare dhe dal nga dal çdo muaj ose çdo 2 muaj duke i dhënë një detyrë pak më të vështirë se sa ajo e para që e ka pasur. Atëherë këtu në këtë vizatim punojmë me Andreën natyrë të qetë. Fillimisht me këtë nxënëse, siç e ceka edhe më herët, fillojmë nga diçka më të lehtë dhe tash është gati viti i tretë që kjo vjen dhe në këtë studio dhe pjesa më të lehta të vizatimit më i ka arritur dhe i ka përvetësuar, i ka mësuar. Tash vazhdojmë me një pjesë pak që është më e rëndë, ka matje, ka struktura, ka hjezime dhe të duket diçka reale. Dal nga dal me këtë vizatim ne fillojmë për shembull nuk ka kohë të caktuar se kur duhet përfundohet. Kalojmë te vizatimi tjetër, të piktura tjetër. Po ashtu është një natyrë e vdekur, siç e kemi edhe ne në artin figurativ. Kemi forma të ndryshme që mundohemi t'i studiojmë këto forma që për nxënësit janë pak më të lehta dhe nesër për t'i përgatitur për shembull për një vizatim pak më të komplikuar ose më të rëndë ta them unë, ose për të dalur për shembull të bëjmë
portrete, ose pjesë të portretit. Në qoftë se një nxënës nuk i din format gjeometrike, format pak më të lehta të një vizatimi që ka të bëjnë me hiezimin, atëherë nuk mundemi të kalojmë një fazë pak më të rëndë. Kjo u ndihmon që nesër të munden të bëjnë forma dhe ose të kalojnë në ngjyrë që munden të jenë më të lirë. Po ashtu edhe te Lina, vazhdojmë po ashtu me pjesët të natyrës së vdekur, kemi një vazo, një godë, 2 molla, po kështu me radhë. Mundohem që dal nga dal këta të dinë të bëjmë formën, pa mos pasur vështirësi. Në qoftë se ngecim për shembull ke një formë, unë mundohem prapë t'u jap një shembull të ngjajshëm që nesër këto të dinë të bëjmë forma pa pasur nevojën time që të filloj dhe të t'jap për shembull kontributin atim në vijë, në formë, në hiezim. Kalojmë te piktura tjetër. Ky vizatim po ashtu është bardhëzi, me forma të ndryshme, me shtrafura të ndryshme, me hiezime po pak më të rënda dhe pak më të lehta. Ashtu kemi edhe një vazhdojmë edhe te Rina, po ashtu edhe këtu kemi pak për shembull hiezime më të lehta. Kishte vizatimin më herët që kishte vizatim pak më të rënd, me hiezime më të forta, kurse në këtë vizatim ka të bëjnë pak një formë më e lehtë, jo shumë e përbërë, sepse ka vetëm 2 elemente kryesore, dhe hiezimet janë më të lehta për të kapur. Atëherë kalojmë të 2 vajzat që në moshë janë shumë të vogla, të reja, mirë po talentin e tyre e kanë tepër kreativ, që kanë qenë nga mosha, do me thonë nga grupi më i vogël, unë i kam kaluar te grupi më i madh i fëmijëve, sepse mendoj kreativiteti i tyre dhe pasioni i tyre për pikturën, për vizatimin, është në nivel tjetër të moshës së tyre. Prandaj do të shihni, sidomos këtë 3, ja edhe ky boluçi të që do të shihni një talent që e ka përcjell moshën e tyre. Dhe jam shumë krenare që brenda 3 viteve këto të arrin të bëjnë vizatimet ndoshta të një fëmiu 15 vjeçar. Edhe pse i kanë dikun ke 7-8 vjet, këta e shikoni edhe vetë sepse mosha nganjëherë e kalon edhe imagjinatën. Kreativiteti i tyre është i jashtëzakonshëm. Te Rejani më kemi filluar të punojmë pjesët e anatomisë, gjë që fillojmë siç i patë edhe nxënësit e tjerë, fillojmë nga natyra e vdekur dhe dal nga dal duke i përpunuar edhe duke i parë pjesët ose gjymtyrët e trupit të një anatomie. Dikush mund të ketë këmbën, dikush mund të ketë syrin, kurse sot te Rajani kemi filluar me pjesën e këmbës dhe me vendosjen fillimisht dhe tash fillon duke treguar hiezimet, muskulaturën, ku janë nyjet e kështu me radhë. Mundohemi se sa më shumë të vim ke e vërteta e anatomisë apo e një natyre të vdekur ose diçka konkrete çfarë mund të jetë. Që mund do të veçoj edhe nxënësen që e kam tash studente. Unë mendoj që Marigona është rritur në këtë studio bashkë me mua. Ka ardhur, nuk e din, që nga mosha klasa e 5 ose e 6, dhe tash më vazhdon në drejtimin e dizajnit interier në studime dhe sot me atë jemi duke punuar të shikojmë se çfarë kërkon për shembull studimet. Është një talent i rrallë që unë jam bërë për shembull shumë krenare dhe më ka sjellur energji pozitive. Jemi bërë, unë ndoshta fillimisht mund të jem e ashpër në fillim si start, që të tregojmë punë serioze, mirë po shpesh herë në fund kur fillojmë dhe vazhdojmë deri në kulmin e
mësimit të artit, fillojmë edhe bëjmë edhe si shoqe, që unë mund të them që jam e kënaqur, që i marr shumë të vegjël dhe më dalin nga kjo studio drejt studimeve. Puna juaj që bëni me këto nxënës, me siguri nuk do të mungojnë edhe sukseset për të dhënë hapësirë këtyre nxënësve, këtyre fëmijëve që të ecin përpara në fushën e artit. Unë mundohem, Shaban, se brenda vitit të kem 2 ekspozita për këto fëmijë që mbahen në Pallatin e Kulturës. Këtë vit jam shumë e lumtur që është mbështetur fillimisht nga Pallati i Kulturës dhe është financuar nga Ministria e Kulturës. Këtë vit, për herë të parë, nxënësit e Lulu Artësues kanë pasur edhe një katalog që është financuar nga Ministria e Kulturës dhe për herë të parë të shohin për shembull një broshurë ose një katalog që përmban çdo nxënës nga një punim dhe do të kenë për shembull një kujtim ndoshta në të ardhmen kur të rriten dhe të shohin se ku i kanë filluar hapat e para. Sigurisht se këto prezentime do të kenë efekte pozitive për veprimtarinë e ardhshme. Unë mendoj që po, sepse e ceka dhe më herët mundohem të bëj 2 ekspozita, ta shikojnë, fillimisht unë dua të shikojnë prindrit se sa mund dhe për kushtim kanë dhënë fëmijët e tyre. Të shikojnë, të vinë, të dalin, të mësojnë edhe njëherë të dalin publiku kërçovar në për ekspozita, sepse unë e shoh se në pjesën e koncerteve, shfaqjeve dalin më shumë, fluksi i njerëzve është më i madh, mirë po ku bëhet fjalë qoftë edhe për nxënës, qoftë edhe për një artist ose vendas ose jashtë vendas që vjen dhe ekspozohet në Kërçov, mendoj se njerëzit pak struken dhe nuk dalin. Nuk dalin të shohin diçka të bukur, nuk dalin që të mbushin shpirtin me kolorit për të vazhduar ndoshta një javë pak me më shumë frymëzim, dhe unë mundohem që të dalin të shohin punën e një fëmiu të vogël, që nesër të mundën të më vlerësojnë punën time. Nëse nuk vlerësojnë një dorë të vogël që krijon dhe frymon, nuk munden të kuptojnë një artist që ka përfunduar studimet. Edhe mundohet për shembull qoftë edhe në shitje, apo qoftë të vinë vetëm t'i shohin dhe mos blejnë asgjë. Kjo është qëllimi im kryesor, që të mundohem të bëj këtyre fëmijëve ekspozita, të dalin prindërit, të dalin familjarët, të krenohen me ata, se nëse krenohen me një fëmijë, unë jam e bindur që nesër do të krenohen edhe me një artist, kur do të ketë një ekspozit në Kërçov. Nëse para 8 viteve kam pasur ndoshta 5 nxënës dhe kanë dalur 5 familje ose 10 familje, tash në Kërçov për shembull dalin dikun ke 40 familje, edhe kështu vazhdohet në numri dhe rrugtimi i artistëve në Kërçov. Çfarë mund të presim nga kjo studio gjatë periudhës që vjen? Cilat janë planet tuaja? Po, çdo kush. Volumin e veprimtarisë? Unë mundohem çdo ditë dhe unë fillimisht njëherë jam e kënaqur me këtë numër të nxënësve, si nga pala shqiptare ashtu edhe nga pala maqedone, jam tepër e kënaqur fillimisht nga këto prindër që van dëgjojnë dëshirat e fëmijëve dhe i dërgojnë aty ku ata kanë dëshirë dhe ëndra. Sepse nëse e marrim një periudhë 8 vite ose 7 vite përpara, e thash edhe më herët, 5 fëmijë ndoshta kanë qenë të prirë ose kanë pasur dëshirë të vinë, sot i kemi 40 fëmijë të vegjël. Nëse kemi sot 40, unë mendoj në të ardhmen të rritet edhe dyfishohet ky numër, pa marrë parasysh se në cilën studio do të shkojnë të vazhdojnë ose të frymojnë ëndrat e tyre. Nëse nuk keni tjetër të shtoni, unë ju falenderoj për kohën që ndatë të jeni së bashku me ne në emisionin e Ritmi i Ditës. Faleminderit shumë, unë vetëm dua t'ju falenderoj që një studio të vogël dilni, i jepni përkrahje, të tregoni se çfarë ka Kërçova, sepse me të vërtetë ndoshta pse jemi një vend i vogël, Kërçova ka shumë njerëz dhe ka të ri që kanë dëshira, mirë po shpesh herë na mungon mbështetja e mediave, e njerëzve më të mëdhej dhe ndalgadal fillojmë edhe shpesh herë të bien edhe ëndrat, por faleminderit shumë që dilni, na jepni një çik shpresë dhe shpresoj që Kërçova nesër të lulëzoj
me shumë fëmijë pa marrë parasysh a do t'jenë në art, në sport, në dramë, në muzikë, dua që të ketë shpresë ende se ka diçka këtu.